Zoti Ministër, cili është pozicioni zyrtar i Shqipërisë përballë konfliktit përshkallëzuar mes Izraelit dhe Iranit? Zoti Rakipi, Shqipëria është qartazi në mbështetje politike të Izraelit, në mbështetje politike të gjitha vendeve të cilat mendojnë se regjimi i Ayatollahëve nuk duhet në asnjë mënyrë të krijojë kapacitete përthamore dhe duhet respektojë të gjitha angazhimet e marra në mos përhapjen e armëve të dëmtimit të madh, në mos përhapjen e armëve përthamore. Dhe është një regjim i cili thyen këto angazhime, po dënohet rregullisht në këto organizata ndërkombëtare në të cilat ne bëjmë pjesë dhe padyshim që ne e dënojmë fuqimisht mënyrën se si regjimi i Ayatollahëve po vepron dhe nga ana tjetër ne mbështesim shtetin e Izraelit dhe qytetarët e Izraelit në të drejtën e tyre për të mbrojtur në situata të tilla. Duke qenë se Shqipëria synon integrimin evropian dhe thuhet që jemi më afër se kur në këto 35 vjet, a ka ndonjë qëndrim të koordinuar me Bashkimin Evropian, apo çdo shtet ka linjën dhe qëndrimin e vet? Ka një qëndrim të koordinuar, është qëndrimi që vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet kandidate si Shqipëria mbajnë agjencinë ndërkombëtare të energjisë atomike. Ne vazhdojmë të ushtrojmë presionin politik të gjithë së bashku ndaj regjimit të Ayatollahëve në Iran dhe padyshim që këto qëndrime do të vazhdojnë të jenë konsekuente në raport me atë që diplomatët tanë bëjnë si në Vjenë, si në New York. Sa shqetësuese është situata dhe a ka shtetat shqiptar të bllokuar apo në rrezik që janë të rrezikuar në të dyja vendet? Zoti Rakipi, 2 ditë më parë ne kemi ndërmarrë një operacion kthimi të 5 shtetave shqiptar nga Izraeli. Kemi krijuar një korridor toksor që i ka nxjerrë nga Tel Avivi drejt Egjiptit dhe nga Egjipti kemi mundësuar me fqinjët tanë grek një fluturim për të sjellë ata në Greqi dhe më pas në Shqipëri. Për momentin në kontakt me ambasadën tonë janë dhe 12 shqiptarë tjerë, të cilët në varësi të kushteve, në varësi të situatës, në varësi të edhe të gjendjes familjare, kërkojnë në momentet e caktuara të largohen, pastaj ndoshta dëshirojnë të qëndrojnë, por ne kemi krijuar edhe një korridor të dytë, jemi gjithashtu të gatshëm që të ndihmojmë zhvendosjen e disa prej tyre, janë ndoshta 5 shqiptarë tjerë që në orët në vazhdim do të largohen nga Izraeli. Dhe padyshim që do të vazhdojmë përpjekjen, kemi vendosur kontakte telefonike, kemi vendosur gjithë infrastrukturën tonë në dispozicion të shqiptarëve të cilët dëshirojnë të kthehen atë. Në Iran ne nuk kemi asnjë kontakt, asnjë kërkesë të ndonjë shteti shqiptar që kërkon të evakuohet, ka vështirësi për të përket shërbime konsullore në Iran, pasi ne nuk kemi marrëdhënie diplomatike me ta. Por në të njëjtën kohë ne nuk kemi asnjë person i cili të na ketë kërkuar në mënyra të ndryshme ndihmë për të evakuuar. Padyshim që në momentin që ne do të kemi këtë kërkesë, do të shfrytëzojmë të gjitha mundësitë kanale diplomatike me miq dhe partnerë të cilët janë prezent në mënyrë që tu shërbejmë shtetasve tanë kudo ku janë. Zoti Ministri ju thatë që ne mbështetim Izraelin, perëndimi e bën përgjithsisht këtë gjë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës veçanërisht, perëndimi ynë, perëndimi evropian dhe edhe shumë të tjerë. Okej. Por ndërkohë, në pjesën e parë, pa filluar me Iranin, të marrim një moment shumë të rëndësishëm. Izraelitët kanë goditur duke vrarë dhe fëmijë shumë në Gaza. Një numër të konsiderueshëm fëmijësh. Çfarë duhet të themi për këtë? Pavarësisht se mund të jemi me njërin palë me këtë, me Izraelin. Shqipëria gjithmonë ka treguar që është një vend paqësor. Gjithmonë ka treguar që mbështet paqen në çdo moment vështirë. Shqipëria gjithmonë ka treguar që e ka mbështetur zgjidhjen e 2 shteteve në konfliktin
midis Izraelit dhe palestinezëve. Shqipëria është një nga vendet që e njeh shtetin e Palestinës. Shqipëria është gjithmonë në mbështetje të një lidhje e cila u garanton gjithë njerëzve në zonën në konflikt një jetë sa më të mirë dhe një prosperitet sa më të qëndrueshëm. Dhe për këtë ne kemi qenë gjithmonë konsekuent, kemi shprehur gjithmonë këtë qëndrim. Dhe shpresojmë padyshim që këto realitetet të pason shpejt. Zotë Ministre, unë kam një pyetje tjetër, pastaj kolegët mund të kenë ndonjë gjë. Shqipëria prej vitesh strejon opozitën iraniane të njohur si MEK. A ekziston rreziku që vendi ynë të bëhet objektivi në një formë akmarrje, gjë që edhe ka ndodhur, në kohë edhe paqe edhe jo përpjekje përplasje të Iranit në një luftë direkte. Akmarrja apo kërcënimi veçanërisht tani kur Irani ka më pak mjete për të demonstruar forcën në arenën ndërkombëtare ndaj fuqive më të mëdha. Këtu kam parasysh dhe sulme të mundshme kibernetike të cilat të kaluar janë atribuar Iranit. A jemi ne të rrezikuar nga duket sikur vazhdojmë të bartim një depo të madhe eksplozioni? Ne jemi një vend demokratik, ne jemi një vend që respektojmë të gjithë antarët e Kombeve të Bashkuara, të cilët përfaqësohen edhe unështrohen rregullave të ligjit ndërkombëtar. Ne jemi një vend që kemi treguar se jemi në gjendje të strehojmë edhe pjesë të opozitave të ndryshme, të vendeve që jetojnë në diktaturë. Kemi opozitë iraniane, kemi pasur edhe disa ujgurë dhe do të vazhdojmë që vlerat demokratike ne t'i përcjellim në mënyrën më të mirë të mundshme. E theksoj që ne jemi një vend paqësor, nuk sulmojmë askënd dhe në kushtet që flasim kemi të bëjmë me realitetet cilat shpresoj shumë që ne të vazhdojmë t'i kemi të tilla. Kemi qenë shënjestër e sulmeve kibernetike para 3 vjetësh nga regjimi e rrëllave, por kemi qenë në gjendje që në bashkëpunim me partnerët tanë më të rëndësishëm, strukturat tona, agjencitë tona të specializuara, jo vetëm t'i kthejmë mbrapsht të sulme, por t'jemi në gjendje që të mbrojmë sa më mirë infrastrukturën tonë kibernetike. Okej, ju thoni vazhdimisht që ne jemi një vend për i paqes, që nuk sulmojmë kërkën dhe është e drejtë shumë. Por frika është mos na sulmojnë ne me këto që kemi, me Mekun, me këto. Tu e kam idenë unë, megjithatë kolegët besoj kanë diçka. Çfarë mund të kesh një gjuhë drujtë e një ministri i cili çfarë do thotë të anturażhin e qeverisë dhe kryeministit, po megjithatë po bëj një pyetje me që ashtu. BE-ja, zoti ministri Mbrëma, BE-ja ka filluar negociata me ministrin e jashtëm iranian, krejt ndryshe nga kursi që po ndjek Shtetet e Bashkuara. Me qëllimin për të shpëtuar çfarë mund të shpëtohet. Pra, po mundohen që të ndërtojnë një urë komunikimi në mënyrë që të zgjidhet me bisedime kjo çështje. Ndërkohë që Shqipëria aspiron të integrohet në BE, në shumë raste ka politikat e veta në përputhje me BE-n, në këtë rast Shqipëria mbështet pa kushte Izraelin në flagrancën e tij të shkeljes së çdo ligji ndërkombëtar kur synon një vend tjetër, pavarësisht kush është ai, pavarësisht rezervave që kemi për Iranin. Pyetja ime është pse nuk kanë ndjekur qeveria shqiptare një gjuhë të moderuar, si për shembull presidenti francez apo disa liderë evropianë, të cilët thonë Irani jo armë bërthamore, parama jo sulme ndaj një vendi sovran. Dhe kështu ka hapur rrugën e bisedimeve, komunikimit mes palëve për shmangur të papritura që mund ndodhin, sepse kjo nuk është shaka, askush nuk e di se si do të përfundoj, dhe secili prej nesh jemi të përgjegjshëm për atë që bëjmë. E dytën ma dojgji ylli, se desha të them, qëndrimi juaj, më thonë si Ministeri i Jashtme dhe përfaqësimi i shqiptar për masakrat në Gaza është zero. Nuk ka fare prononcim. Po megjithatë ju e thatë, kështu që unë nuk presit po përgjigjen për pyetjen e parë do të dëshiroja ta kisha. Faleminderit, është e rëndësishme që gjuhat mos jetë ekstremiste, gjuhat mos të përmbaj element pasioneve personale dhe të mos jetë për asnjë moment në raport me qëndrimet që mban një shtet, subjekt i angazhimeve nganjëherë edhe radikale
të dikujt apo të shumë kujt që e mendon ndryshe. Shqipëria i qëndron qartë dhe bindshëm qëndrimeve që ka mbajtur. Shqipëria vazhdoi të jetë një partner i besueshëm për Bashkimin Evropian. Shqipëria do të vazhdojë të mbështesë qëndrimet e vendeve demokratike, vendeve perëndimore, për të pasur një të ardhme të cilën ne pretendojmë ta kemi larg regjimeve tajekullave, larg regjimeve diktatoriale dhe me shpresën shumë të madhe që t'i largohemi sa më shumë ekstremizmave të cilat marrin nuanca të ndryshme edhe në angazhime të tilla. Zoti Rakivi. Zoti Ministër, a keni ju ndonjë informacion zyrtar që Shqipëria është përmendur në një deklaratë, dokument apo listë kërcënimesh nga autoritetet iraniane? Kohët e fundit. Në dijenin time, zoti Rakivi, jo. Jo. Po që prej sulmeve të fundit kibernetike, çfarë masash ka konkrete, çfarë ka masash ka marrë qeveria shqiptare për sigurinë? Dim për shembull që Akshi harxhon para të madhe për këtë punë, për digitalizimin, por dhe për sigurinë. Mund t'i siguroni ju sot qytetarëve që sistemet tona janë vërtet mbrojtura? Akshi harxhon burimet e nevojshme për t'i garantuar shtetësve shqiptar shërbime të cilat qeveria shqiptare i ofron. Akshi dhe agjencitë e tjera të përfshira në mbrojtjen kibernetike, mbrojtjen e sigurinë kibernetike, kanë krijuar rrjetin e nevojshëm. Jo, okay. Po a jemi ne të mbrojtur sot? Pjesën ndërmuese të sulmeve ne nuk i ndjejmë. Fal punës tyre. Dhe ne nuk kemi pasur deri tani, gjatë kësaj periudhe 3 vjeçare, nuk kemi pasur asnjë rast evident të gjitha këtyre sulmeve të përditshme, të vazhdueshme që i ndodhin Shqipërisë, sulme që vijnë nga Irani, sulme që vijnë nga Kina, sulme që vijnë nga Rusia, sulme që vijnë nga shumë vende dhe entitete të Indjes, pasi janë këto strukturat e specializuara të qytetit shqiptar, të cilat na mbrojnë konsumatorin, mbrojnë qytetarin në mënyrë të vazhdueshme.